Në lajme do të ndiqni konsumi rrit performancën e financave publike. Buxheti i shtetit vetëm në 2 muajt e parë të këtij viti ka arkëtuar mbi 130 miliard lekë. Shqipëria bëri progres në afrimin në tregun energjetik të Bashkimit Evropian. Raporti i Komunitetit të Energjisë thekson ecurinë në vitin 2025. Teknologjia po ndryshon me shpejtësi mënyrën e menaxhimit të parave. Në hapjen e javës së paras, guvernatori Seku e vuri theksin tek edukimi financiar. Turizmi e nis vitin me këmbë të mbar. Sipas Instat, në janar vizitorët patën 15% rritje krahasuar me 2025 në fluks më të lartë lëvizjesh nga vendasit. Zonja dhe zotrin, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion për të njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Rritja e shpejtë e konsumit është përkthyer në më shumë të ardhura edhe për buxhetin e shtetit. Në 2 muajt e parë të këtij viti, organet fiskale kanë arkëtuar mbi 130 miliard lekë, duke treguar një performancë të mirë në mbledhjen e të ardhurave. Rritja më e lartë e të ardhurave në buxhet erdhi nga taksa e vlerës së shtuar. Viti 2026 ka nisur mbar për financat publike. Buxheti i shtetit vetëm në 2 muajt e parë të vitit ka arkëtuar 130.3 miliard lekë apo rreth 1.3 miliard euro. Të dhënat paraprake nga Ministria e Financave tregojnë se të ardhurat totale për periudhën janar-shkurt 2026 rezultuan në 104.4% e planit të periudhës dhe 13.4 miliard lekë ose 11.5% më shumë se e njëjta periudhë një viti më parë. Të ardhurat tatimore të mbledhura nga administrata tatimore kanë pasur performancë pozitive për muajt janar-shkurt 2026, duke u realizuar në shumën 47.7 miliard lekë apo 3.6 miliard lekë më shumë se 2 mujori i vitit 2025. Edhe në raport me planin, janë mbledhur 1.4 miliard lekë më shumë. Në nisje të vitit duket se konsumi vijon të udhëheq rritjen. Të ardhurat nga TVSH e arkëtuar neto u realizuan në shumën 18.5 miliard lekë, 14.9% më shumë se 2 mujori 2025, duke te i kaluar gjithashtu planin me 1.7 miliard lekë. Nga tatimi mbi të ardhurat personale, u mblodhen 14.1 miliard lekë me rritje rreth 3.8% në raport me 2 muajt e parë të 2025-s. Të ardhurat nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore u arkëtuan në vlerën e 32.2 miliard lekë me rritje prej 7.7% krahasuar me 2 mujorin 2025. Nga tatimi mbi fitimin, u mblodhen 7.4 miliard lekë për janar-shkurt 2026, ndërsa nga taksat nacionale 7.7 miliard lekë. Të ardhurat e mbledhura nga administrata doganore për janar-shkurt 2026 u realizuan në vlerën 33.1 miliard lekë apo 91.7% e planit. Të ardhurat nga TVSH në import ishin në vlerën 21.5 miliard lekë, të ardhurat nga akciza rezultuan 10 miliard lekë apo 5.9% më shumë se njëjta periudhë një viti më parë. Nga renta minerare në eksport për periudhën janar-shkurt 2026 u arkëtuan 234 milion lekë, ndërsa të ardhurat nga taksat doganore u rritën në 1.3 miliard lekë. Shpenzimet e përgjithshme publike për periudhën 2 mujore të vitit 2026 arritën në rreth 100.6 miliard lekë me një realizim në masën rreth 92% e planit të periudhës, ndërsa krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, ky zë ka rezultuar rreth 6.7 miliard lekë më shumë. Eksportet e mallrave ju rikthyen rritjes në muajin shkurt. Zgjerimi është mbështetur kryesisht nga energjia dhe makineritë, megjithatë rimëkëmbja mbetet e brisht pasi sektor kyç si fasoni dhe ushqimet vjojnë në rënien. Eksportet e mallrave u rikthyen në rritje në muajin shkurt duke dhënë sinjale të para të stabilizimit pas një viti të vështirë për tregtinë e jashtme, megjithëse ritmi i rritjes mbetet ende i kufizuar. Sipas të dhënave zyrtare, eksportet arritën në 30.9 miliard lekë me një rritje prej 2.8% krahasuar me shkurtin e vitit kaluar dhe 15.8% më shumë se në janar. Rritja është mbështetur në mënyrë të dukshme nga një bazë ngushtë sektorësh. Sektori i lëndëve djegëse dhe energjisë e mineraleve shënoi një rritje të fortë prej 31.1%, ndërsa makineritë dhe pajisjet u zgjeruan me 6.4% duke vepruar si shtyllat kryesore të eksporteve. Kjo tregon se performanca pozitive është e përqendruar dhe jo është përndar gjithësisht në ekonomi. Në të kundërt, sektorët tradicional të eksporteve vijojnë të japin sinjale dobësie. Ushqimet, pije dhe duhani ranë me 14.4%, ndërsa tekstilet dhe këpucët, një nga sektorët kryesor të punësimit në vend, u tkurrën me 3.6%. Rënja u regjistrua dhe në materialet e ndërtimit dhe metalet me 6.6%, duke reflektuar një kërkesë më të dobët të jashtme dhe presionin në industrinë prodhuese. Nga ana tjetër, importet u rritën me 0.8% duke arritur në 68 miliard lekë, por struktura e tyre jep sinjale më të forta për aktivitetin ekonomik. Rritja e ndjeshme e importeve të makinerive dhe pajisjeve me 21.5% sugjeron investim ose zgjerim aktiviteti.
Ndërkohë, importet e mineraleve dhe energjisë pësuan në rënje me 30.6%, duke reflektuar ndryshime në strukturën e furnizimit. Si rezultat, deficiti tregtar mbetet i lartë në 37.1 miliard lekë megjithëse me një rënje të lehtë në terma vjetor. Në aspektin e tregjeve, eksportet shqiptare kanë shënuar rritjen më të fortë drejt Kosovës dhe Gjermanisë, përkatësisht me 37.1% dhe 34.7%, ndërsa rënje është regjistruar në tregjet kyçe si Italia dhe Spanja. Nga ana tjetër, importet janë rritur ndjeshëm me Kinën dhe Kosovën, ndërsa kanë rënë nga Italia dhe Turqia duke reflektuar ndryshime në burimet e furnizimit. Bashkimi Evropian mbetet partneri kryesor tregtar i Shqipërisë, duke përbërë 56.3% të shkëmbimeve totale. Eksportet drejt vendeve të BE-s janë 70.3% të totalit, ndërsa importet nga BE-ja përbëjnë 49.9%. Shqipëria ka bërë progres në afrimin me tregun energjetik të Bashkimit Evropian gjatë vitit 2025 përmes zbatimit të rregullores së REMit. Raporti i Komunitetit të Energjisë evidenton në kuadër të konsoliduar dhe kompetenca të plota për kontrollin e tregut. Shqipëria ka bërë një hap të mëtejshëm në afrimin me tregun energjetik të Bashkimit Evropian gjatë vitit 2025 përmes zbatimit të rregullores për integritetin dhe transparencën e tregut të energjisë, të njohur si REMIT, sipas një raporti të publikuar nga Komuniteti i Energjisë. Rregulloria REMIT është pjesë e legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe synon të garantojë transparencën e tregjeve të energjisë, duke parandaluar manipulimin e çmimeve dhe përdorimin e informacionit të brendshëm. Zbatimi i saj konsiderohet një nga kushtet kyçe për integrimin e vendeve të rajonit në tregun energjetik evropian. Raporti evidenton se Shqipëria disponon një nga kuadret më të plota në rajon me kompetenca të qarta për monitorim, hetim dhe ndëshkimin e abuzimeve në tregun e energjisë. Elementët e REMit janë përfshirë në ligjin për energjinë elektrike, ligjin për gazin natyror, si dhe në rregulloret e entit rregullator të energjisë. Një nga veçantitë kryesore të Shqipërisë në krahasim me vendet e tjera të rajonit lidhet me faktin se autoriteti rregullator ka kompetenca të plota dhe të centralizuara për mbikëqyrjen e tregut. Enti rregullator i energjisë ka të drejtë të monitorojë tregtimin, të mbledhë të dhëna, të hetojë abuzimet dhe të vendosë masa ndëshkuese në rast shkeljesh, pa qenë i varur nga institucionet e tjera. Në disa vende të rajonit, si Bosnia-Hercegovina apo Gjeorgjia, raporti evidenton kompetenca më të kufizuara të autoriteteve, ndërsa në raste të tjera si Serbia, hetimet kërkojnë përfshirjen e institucioneve të tjera, çka mund të ndikojë në shpejtësinë e procesit, ndërsa Shqipëria ka një autoritet të vetëm dhe funksional që është enti rregullator i energjisë. Një tjetër element që dallon Shqipërinë është kombinimi i kuadrit ligjor me rregullimin përmes akteve të rregullatorit, duke krijuar një model më fleksibël dhe më të përshtatshëm për përditësimin e rregullave në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Ky model i jep Shqipërisë një avantazh relativ në procesin e përafrimit, pasi mundëson reagim më të shpejtë ndaj zhvillimeve në tregjet e energjisë dhe kërkesave të legjislacionit evropian. Në të rësi, progresi i Shqipërisë në zbatimin e REMit e pozicionon vendin në grupin e vendeve të rajonit që kanë bërë hapa konkret drejt integrimit me tregun energjetik të Bashkimit Evropian, ndërsa faza e ardhshme lidhet me konsolidimin e zbatimit dhe funksionimin e plot të këtyre mekanizmave në praktik. Komuniteti i Energjisë ka nisur hartimin e listës për investimet energjetike me ndikim rajonal. Pjesë e saj është edhe Shqipëria, e cila përfiton nga linjat e interkonjeksionit, por edhe me rritjen e kapacitetit prodhues të hidrocentralit të Moglicës. Komuniteti i Energjisë ka hapur konsultimin publik për listën e re të projekteve të interesit të përbashkët për vitin 2026, një proces që synon të mbështesë zhvillimin e infrastrukturës energjetike dhe integrimin e tregut rajonal. Projektet në shqyrtim janë përzgjedhur për potencialin e tyre në përmirësimin e ndërlidhjes ndërkufitare dhe adresimin e pengesave infrastrukturore në kushtet e rritjes së kërkesës për energji të rinovueshme. 3 prej projekteve të përfshira në konsultim publik përfshin Shqipërinë, teksa lista përfundimtare pritet të miratohet në dhjetor të këtij viti. Mes projekteve me ndikim të drejtë për drejtë për vendin ton, sfikat rehabilitimi i linjës ekzistuese 220 kV që lidh Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi dhe Shqipërinë në segmentin Trebinje, Peruçica, Podgoricë, Vau Idejës. Ky investim synon të rrisë kapacitetin e transmetimit përmes zvendësimit të pajisjeve të amortizuara, duke ulur ngarkesat në rrjet, përmirësuar shkëmbime ndërkufitare të energjisë dhe rritur sigurinë e furnizimit në rajon. Një tjetër projekt me rëndësi është zhvillimi i hidrocentralit me pompim në Moglicë. Projekti parashikon ndërtimin e një rezervuari të sipër mbi rezervuarin ekzistues të Devollit, duke krijuar një kapacitet instaluar deri në 1620 MW dhe rreth 30 GWh kapacitet magazinimi. Ky investim konsiderohet kyç për fleksibilitetin e sistemit energjetik, pasi ndihmon në balancimin e prodhimit nga burimet e rinovueshme dhe rrit sigurinë energjetike në Shqipëri dhe rajon. Po ashtu në listë përfshihet dhe rikonfigurimi i
mjetit 400 kV në Shqipëri dhe ndërtimi një interkoneksioni të ri me Kosovën. Projekti synon zgjerimin e rrjetit të transmetimit përmes 9 stacioneve të reja dhe përmirësimit të infrastrukturës ekzistuese, duke reduktuar mbi ngarkesat në linjat aktuale dhe mundësuar integrimin e mbi 1 gigawatt kapacitetesh të reja të energjisë të erës në veri lindje të vendit. Projektet e përzgjedhura nën kornizën e projekteve të interesit të komunitetit të energjisë përfitojnë nga besueshmëria e shtuar, procedura më të shpejta të lejeve dhe akses të përmirësuar në mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian. Kuvendi miratoi sot në seancë plenare projekt të rezolutën e hartuar nga mazhoranca për shpalljen e Iranit shtet terrorist. Ky vendim vjen si pasojë e rritjes së tensioneve në lindjen e mesme dhe të sulmeve kibernetike nga hakerat iranian të përsëritur edhe pak ditë më parë ndaj kuvendit të Shqipërisë. Shqipëria ka shpallur zyrtarisht Iranin shtet terrorist. Projekt rezoluta e Partisë Socialiste u miratua këtë të martë në një seancë të posaçme parlamentare me 79 vota pro dhe një abstenim. Kreu i grupit parlamentar socialist, Tauland Balla, në fjalën e tij tha se Shqipëria mbetet e palëkundur në luftën ndaj terrorizmit. Terrorizmi nuk është vetëm një akt dhune. Ai është një strategji e qëllimshme friksimi, destabilizimi dhe minimi të rendit demokratik. Ai godet civilët, godet institucionet dhe godet edhe parimet mbi të cilat është ndërtuar sistemi ndërkombëtar pas luftës së dytë botërore. Ajo është sot një betejë për mbrojtjen e demokracisë, për mbrojtjen e shtetit të drejtës dhe për ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit ndërkombëtar. Shqipëria ka qenë dhe mbetet një vend shumë i qartë dhe i palëkundur në këtë qëndrim të saj. Si antar i NATO-s dhe si vend kandidat për antar të Bashkimit Evropian, Shqipëria ka jo vetëm të drejtën, por edhe detyrimin të kontribuojë në sigurinë kolektive të aleancës dhe të komunitetit ndërkombëtar. Ndërkaq, kryetari i Komisionit për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani, tha se për Shqipërinë kjo nuk është vetëm një çështje gjeopolitike. Prej vitesh, raportet e vlerësimit shumta ndërkombëtare kanë dokumentuar mbështetjen e strukturave shtetërore iraniane për grupet armatosura jo shtetërore, si dhe përdorimin e strukturave proxy për të ushtruar ndikim dhe presion në rajone të ndryshme, përfshirë dhe Ballkanin Perëndimor, përfshirë dhe vendin tonë. Për Shqipërinë, kjo çështje nuk është vetëm një debat gjeopolitik. Në vitin 2022, institucionet e Republikës së Shqipërisë u përballën me një sulm të rëndë kibernetik ndaj infrastrukturës shtetërore. Ishte një akt i paprecedent ndaj një vendi antar të NATO-s dhe ndaj institucioneve tona demokratike. Kjo ngjarje dhe shumë të tjera që kanë ndodhur që nga ajo kohë tregojnë qartë se kërcënimet ndaj sigurisë së shteteve sot nuk shfaqen vetëm në forma konvencionale, por edhe përmes operacioneve kibernetike dhe mjeteve të tjera hibride që synojnë të targetojnë institucionet dhe funksionimin e tyre. Shpallja e Iranit shtet terrorist u njoftua disa ditë më parë nga kryeministri si pasojë e rritjes së tensioneve në lindjen e mesme dhe një sulmi kibernetik të hakerave iranian ndaj kuvendit të Shqipërisë. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo në një konferencë për mediat tha se reforma territoriale duhet i përgjigjet sfidave të së ardhmes. Ai paralajmëroi bashkitë të përgatiten për sfidën e integrimit evropian, ndërsa njoftoi se deri më tani ka patur 400 aplikime për paketën e maleve. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo gjatë një konferencë me gazetarët u shpreh se reforma territoriale duhet të përfshijë qytetarët edhe grupet e interesit, ndërsa u ndal se reforma duhet të përgjigjet sa më mirë sfidave të së ardhmes. Komisioni i posaçëm në Parlament tashmë është duke definuar metodologjinë që ata do ndjekin për sa i përket po e quajmë turit dëgjimor që do ndodhin territor, apo vetë seancave dëgjimore që do ndodhin në Komisionin e Posaçëm. Ne nuk duhet të mendojmë që këtë duhet një reformë afatshkurtër, por ne duhet mendojmë që duhet të jetë një reformë e cila i përgjigjet më së miri atyre të cilat janë sfidat që ne presim që do të kemi dhe do të ballafaqohemi në vitet që kemi përpara. Qoftë ato që vinë si rrjedhoi e integrimit Bashkimit Evropian dhe peshën që bashkitë kanë në këtë kuadër, por vetvetiu dhe vetë sfidat që territori ka sjell.
Për të ndalur te paketa e maleve, Ministri Demo deklaroi se numri i aplikimeve për paketën e maleve ka arritur në 400. Sipas ministrit, këto janë aplikime me probabilitet të lartë suksesi. Sot që ne flasim, ne jemi të një shifër rreth 400 aplikime, por duhet kuptojmë, po flasim për këtë 400 aplikime të cilat kanë probabilitet shumë të lartë suksesi. Nuk po flasim për shprehje interesi në këtë fazë. Po flasim për aplikime të cilat janë brenda zonave prioritare që janë shpallur dhe janë në bashkit të cilat e kanë kaluar dhe miratuar zonat prioritare. Dhe prandaj unë jam besim plot që me ritmin që ne jemi duke ndjekur, besoj që targeti prej 1000 aplikimeve deri në fund 2026 është shumë i realizueshëm. Ndër të tjera, ministri u shpreh se ambicia e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian prek edhe bashkit dhe se do të nënshtrohen ndryshimeve. Edhe momenti që ne jemi vend antar i Bashkimit Evropian, absolutisht ne do kemi punë për të bërë, për të rritur dhe për të përmirësuar funksionimin e gjitha institucioneve. Procesi i integrimit është shumë kompleks. Kërkon detyrimisht, sidomos deri në momentin që ne bëhemi vend antar i Bashkimit Evropian, do të kërkojë një transformim radikal të gjitha institucioneve. Dhe kur flasim për bashkit, unë gjithmonë e përmend faktin që një lloj mënyre një tsunami është duke ardhur nga pikpamje regulative dhe e përgjegjësive të reja dhe standardeve të reja që bashkit duhet plotësojnë, si rrjedhoja procesin të integrimit. Sipas ministrit, realiteti i ri me të cilët do të ballafaqohemi kërkon energji për të arritur në një tjetër nivel. Banka e Shqipërisë hapi javën botërore të paras. Nisma synon të rrisë njohurit financiare për menaxhimin e paras. Përfaqësues të Bankës Qendrore dhe të shoqatës shqiptare të bankave theksuan se shtimi i shërbimeve digjitale e bën gjithnjë më të rëndësishme edukimin financiar dhe mbrojtjen nga rreziqet kibernetike. Banka e Shqipërisë ka qelur javën botërore të paras me sloganin "Flasim zgjuar për paran, 100 vjet monedhë kombëtare", e cila synon të rrisë njohurit financiare të fëmijëve dhe të rinjt. I pranishëm në ceremoni ishte edhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Seko, i cili u shpreh se në kushtet kur infrastruktura financiare po digitalizohet gjithnjë më tepër, edukimi financiar bëhet gjithashtu gjithnjë më i rëndësishëm. Ka një avancim, ka një progres të konsiderueshëm në transaksionet financiare të kryera nëpërmjet kanaleve digjitale ose kartave. Kjo tregon që qytetarët shqiptarë gjithnjë e më shumë po ambientohen me transaksionet bankare në rrugë digjitale, me format moderne të pagesave, dhe ky është një fakt pozitiv pasi jo vetëm që ndikon në rritjen e formalizimit të ekonomisë, po njëkohësisht mbron dhe përdoruesit, qytetarët dhe bizneset nga shmangja e keshit dhe nga përdorimi, nga ulja e komisioneve, nga përfitueshmëria që sjellin përdorimi i kanaleve digjitale. Ndërkohë, sekretari i shoqatës shqiptare të bankave Spiro Brumbulli tha se përmes javës botërore të paras nuk synohet vetëm ndërgjegjësimi dhe edukimi mbi njohuritë financiare, por edhe mbrojtja e siguria financiare. Në këtë kuadër të javës së paras, ndërsa ne flasim për kursimet, flasim për vlerën e investimeve, të njohim të ardhurat dhe shpenzimet, sot nuk mjafton vetëm kaq. Sot, kur teknologjia i ka dhënë kaq shumë mundësi ekonomisë të përmirësohet, të ndryshojë, të zhvillohet, dhe kur sektori bankar gati është në një model krejt të ri, pagesat janë vetëm një klik larg, aplikacione të shumta financiare vinë në ndihmë që nga hapja e llogarisë, nga nënshkrimi elektronik e plot risi të tjera, sigurisht që të gjitha këto njohuri shoqërohen edhe me një kërkesë tjetër shumë domethënëse. Mbrojtjen, sigurinë, luftën kundër mashtruesve dhe krimit kibernetik. Java e paras do të shoqërohet me një sër leksionesh të hapura, konkurse, aktivitete edukative dhe takime ndërvepruese. Ku nxënësit dhe studentët do të kenë mundësi të njihen më mirë me botën e financave dhe me rëndësinë e vendimarrjes së kujdesshme. Transaksionet e kryera në arkat e bankave kanë shënuar rënje. Kjo tregon ndryshimin gradual në mënyrën se si qytetarët dhe bizneset kryejnë veprimet bankare. Ata po shfrytëzojnë mundësinë e përdorimit të shërbimeve bankare online dhe të bankomateve që ofrojnë edhe depozitimin e parave.
Ju ka bërë ndonjëherë përshtypje se sa rrath të gjatë ka në bank për të kryer veprime në ark? Shumica e njerëzve kërkojnë të marrin shërbime në atë njësi, si sa në njësitë e tjera të bankave tregtare, siç mund të jenë sporteri kredis, hapja llogarive bankare e aplikacioneve apo të tjera. Pra Arka ka volumin më të madh të veprimeve. 2025 ka ndryshuar këtë trend. Gjatë vitit e kaluar, qytetarët dhe bizneset shqiptare kanë kryer më pak transaksione në arkat e bankës se sa në 2024. Sipas të dhënave më të fundit nga Banka e Shqipërisë, veprimet e realizuara përmes Arkës kanë spritur në 7.1 milion, rreth 4.7% më pak se në vitin paraardhës. Edhe vlera e transaksioneve ka pësuar të njëjtën gjë. Statistikat zyrtare flasin për një rënje me 2.8% të parave që kanë lëvizur përmes Arkës, nga 2.6 trilion në 2.5 trilion lek. Si depozitimet, ashtu edhe tërheqjet kesh në sportelin fizik të bankës janë zvogluar, por tërheqjet rezultojnë të kenë ndikuar më shumë. Fillimisht, ulja e depozitimeve kesh në ark vjen për një sër faktorësh, pavarësisht se nuk jemi akoma në nivelet e duhura, sërish përdorimi i pangingut në shtëpi po rritet dita ditës. Më shumë individë e biznese po realizojnë veprime bankare nëpërmjet telefonit nga aplikacioni apo faqja online e bankës, duke shmangur kështu radhët e pritjes në arkën e bankës dhe kursyer kohë për angazhime të tjera të tyre. Nga ana tjetër, shtimi më shumë bankomateve, të cilat ofrojnë edhe mundësinë e depozitimit të parave, jo vetëm të tërheqjes, ka ndikuar në të dy këtë tregues. Shumë qytetarë nuk kanë arsye pse të futen në bank për të depozituar para në llogarinë e tyre, kur këtë mund ta bëjnë lehtësisht për pak sekonda, kudo dhe kurdo nga bankomati. Këtu përjashton rastet ku individi duhet të tërheqë ose të depozitojë para në vlera shumë të mëdha se sa lejon bankomati. Sistemi financiar shqiptar bëhet gjithnjë më tërheqës edhe për depozituesit e huaj. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, në fund të vitit të kaluar, individët dhe kompanitë jo rezidente zotronin mbi 76.000 llogari bankare në sektorin bankar. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, në fund të vitit kaluar, individët dhe kompanitë rezidente zotronin mbi 76.000 llogari bankare në sektorin bankar shqiptar. Krahasuar me vitin 2024, ku numri i tyre ishte rreth 71.800, rezulton një rritje prej rreth 6%. Sipas ndarjes së llogarive, pjesa dërmuese jo rezidentëve që përdorin bankat shqiptare janë individ. Në vitin 2025, rreth 73.702 përkasin individëve, ndërsa vetëm 2.577 janë në emër të kompanive. Kjo do thotë se afërsisht 97% e llogarive të jo rezidentëve dominohen nga individët. Ecuria në vite tregon një zgjerim të qëndrueshëm të këtij treguesi, sidomos pas vitit 2019. Megjithatë, tendenca nuk ka qenë lineare për gjatë gjithë periudhës. Pas një rritje të fortë në vitin 2011, ku numri i llogarive arriti në mbi 31.000, u shënua një rënje në vitet pasuese, përpara se treguesi të hynte në një trajektore të qëndrueshme rritje në dekadën e fundit. Pavarësisht rritjes së numrit të llogarive të jo rezidentëve, pesha e tyre ndaj totalit të sistemit bankar mbetet e ulët. Në vitin 2025 ato bënin rreth 1.8% të totalit të llogarive, një rënje lehtë krahasuar me një vit më parë për shkak të zgjerimit më të shpejtë të llogarive të vendasve. Zgjerimi i llogarive të jo rezidentëve lidhet kryesisht me praninë e emigrantëve shqiptar që mbajnë kursimet e tyre në bankat vendase, por edhe me rritjen e interesit të shteteve të huaj për të investuar në Shqipëri, veçanërisht në pasuri të paluajtshme. Të dhënat sugjerojnë një thellim gradual të lidhjeve financiare të jo rezidentëve me sektorin bankar shqiptar, megjithse pesha e tyre në totalin e sistemit mbetet relativisht e kufizuar. Platforma shtetërore e Albania po konsolidohet gjithnjë më shumë si porta kryesore e marrjes së shërbimeve publike në Shqipëri. Sa i përket shërbimeve më të kërkuara, kryesojnë pagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore, si edhe vërtetimet e pagave. Platforma shtetërore e Albania po konsolidohet gjithnjë më shumë si porta kryesore e marrjes së shërbimeve publike në Shqipëri, duke shënuar rritje të vazhdueshme si në numrin e përdoruesve, ashtu edhe në volumin e transaksioneve. Të dhënat më të fundit tregojnë se në platformë janë realizuar mbi 33.8 milion transaksione, ndërsa vizitat kanë kaluar shifrën e 14.3 milionëve, një tregues i qartë i rritjes së ndërveprimit të qytetarëve me shërbime digjitale. Gjatë periudhës së muajit shkurt janë regjistruar mbi 1.25 milion aplikime për shërbime elektronike dhe rreth 2 milion përdorime konkrete të tyre. Numri i përdoruesve unik ka arritur në 457.000, ku mbi 24.000 janë përdorues të rinj, çka dëshmon për një zgjerim të vazhdueshëm të bazës së përdoruesve dhe rritjes së besimit ndaj platformës. Në total, numri i përdoruesve ka kaluar në 3.4 milion, duke përfshirë një pjesë të madhe të popullsisë aktive në vend. Një rol të rëndësishëm në këtë rritje po luan edhe përdorimi i aplikacionit mobile,
i cili numëron mbi 263.000 përdorues aktiv. Aktualisht, Yllbenia ofron 1277 shërbime elektronike të kategorive të ndryshme, të organizuara në disa nivele digitalizimi. Përmes tyre janë gjeneruar mbi 815.000 dokumente me vull elektronike, duke reduktuar ndjeshëm dokumentacionin fizik dhe kohën e pritjes për qytetarët. Sa i përket shërbimeve më të kërkuara, kryesojnë pagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore, vërtetimet e pagave dhe kontrolli mjekësor bazë, të cilat lidhen drejt për drejt me nevojat e përditshme të qytetarëve dhe të punëmarrësve. Ndërkohë, shërbimet me pagesë më të përdorura përfshin pagesën e taksës vjetore të mjeteve, aplikimet për pasaporta dhe karta identiteti për qytetarët, si brenda dhe jashtë vendit, si dhe certifikatat elektronike për procesin e fiskalizimit. Gjatë janari 2026, numri vizitorëve në strukturat turistike në Shqipëri u rrit me 15.1%, ndërsa net qëndrimet u rritën me 9%, me rritje më të madhe tek vizitorët rezident. Rajoni i Qendrës dhe Veriu tërheqin më shumë turistë, ndërsa Italia dhe Kosova mbajnë pjesën më të madhe të vizitorëve të huaj. Gjatë muajit të parë të vitit 2026, numri vizitorëve që u akomodua në strukturat akomoduese në Shqipëri shënoi një rritje të ndjeshme prej 15.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ky trend tregon se edhe në muajin e janarit, kur nuk konsiderohet sezon turistik i lartë, turizmi në vend vazhdon të regjistrojë fluks pozitiv vizitorësh. Të dhënat e Instat tregojnë se vizitorët rezident kanë shënuar një rritje prej 16.8%, ndërsa vizitorët jo rezident u rritën me 13.8%. Një faktor i mundshëm që ndikoi në këtë trend është prezenca e emigrantëve që vizituan vendin gjatë festave, të cilët përveç takimeve familjare mund të kenë zgjedhur edhe të bëjnë pushime. Sa i përket net qëndrimeve, ato gjithashtu shënuan një rritje të përgjithshme prej 9%. Në detaje, net qëndrimet e vizitorëve rezident u rritën me 16.4%, ndërsa vizitorët jo rezident regjistruan një rritje më modeste prej 4.3%. Analiza rajonale tregon se qendra e vendit vazhdon të jetë destinacioni më i frekuentuar nga vizitorët, e ndjekur nga Veriu, ndërsa Jugu ka numrin më të ulët të tyre. Edhe zonat jo bregdetare kanë tërhequr një numër të konsiderueshëm vizitorësh, duke sugjeruar një diversifikim të interesit turistik dhe zhvillimin e turizmit brenda vendit. Për sa i përket vizitorëve të huaj, Italia dominon me pjesëmarrjen më të madhe duke përbërë 25% të totalit, e ndjekur nga Kosova me 14%, Gjermania kontriboi me 6%, ndërsa Mbretëria e Bashkuar dhe Franca sollën respektivisht 5 dhe 4% të vizitorëve të huaj. Kjo tregon se Shqipëria vazhdon të mbetet një destinacion atraktiv për vendet fshinje dhe europiane, madje edhe jashtë sezonit të verës. Në aspektin e performancës në hotele, norma e shfrytëzimit të dhomave arriti në 15.4%, një rritje nga 14.5% që ishte në janarin e vitit 2025. Ky tregues tregon një zhvillim gradual të turizmit, duke reflektuar një interes më të qëndrueshëm të vizitorëve për të qëndruar në hotele, edhe në periudha jashtë sezonit të madh turistik. Më shumë se 42.000 vizitor vendas dhe të huaj kanë eksploruar pasuritë kulturore të vendit në 2 muajt e parë të vitit. Shifrat e detajuara u publikuan nga Ministri Gonxha si dëshmi për rritjen e ndjeshme të interesit për historinë dhe identitetin ton kombëtar. Trashëgimia jon kulturore dhe historike vazhdon të tërheqë gjithnjë më shumë vizitor. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha bën të ditur se gjatë 2 muajve të parë të vitit, 42.251 vizitor vendas dhe të huaj kanë zgjedhur të eksplorojnë nga afër pasuritë tona kulturore, duke dëshmuar një rritje të ndjeshme të interesit për historinë dhe identitetin kombëtar. Nga ana tjetër, muzet kombëtar kanë pritur 21.134 vizitor, të cilët kanë pasur mundësinë të njihen me figura dhe ngjarje kyçe të historisë shqiptare. Ndërkohë, parqet arkeologjike kanë tërhequr 14.394 vizitor. Një tjetër atraksion i rëndësishëm janë kalat dhe monumentet e kulturës, të cilat janë vizituar nga 6.723 persona, duke ofruar një përvojë autentike të trashëgimisë sonë arkitekturore dhe historike. Sipas shifrave të publikuara nga Ministri Gonxha, në krye të listës së destinacioneve më të vizituara renditet Parku Arkeologjik i Shkodrës me 8.587 turistë, i ndjekur nga Muzeu Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu me 8.176 vizitor, një simbol i rëndësishëm i historisë dhe krenarisë kombëtare. Në vendin e tretë pozicionohet Kalaja e Gjirokastrës, e cila ka tërhequr 5.513 turistë, duke vijuar të mbetet një nga atraksionet më ikonike të trashëgimisë shqiptare.
Këto shifra dëshmojnë interesin në rritje për turizmin kulturor, por edhe potencialin e madh që ka Shqipëria për të zhvilluar më tej këtë sektor, duke promovuar vlerat historike dhe kulturore në arenën ndërkombëtare. Për të rinj të shqiptar, jetesa po bëhet gjithnjë më vështirë nga mungesa e mundësive për punësim tek pagat e ulta dhe kostot e larta të jetesës. Brezi i ri po përballet me një realitet që e mban ende të varur ekonomikisht nga familja. Të rinjt shqiptar përballen me sfida të shumta, të cilat lidhen kryesisht me punësimin dhe financat personale, duke qenë më të varur ekonomikisht nga familjarët e tyre në krahasim me moshatarët e tyre europian. Studentja dhe aktivistja Ridvana Hajdari shprehet se gjenerata Z në vendin tonë në përfundim të studimeve haset me vështirësi në gjetjen e një pune të përshtatshme. Pagat janë të ulta dhe kostot e jetesës tepër të larta. Nuk duhet të shihet vetëm në aspektin individual si problematik, por është në mënyrën se si funksionon vetë sistemi. Të rinjt përballen me tregun e punës, i cili nuk kish problem as për arsimin dhe as për përpjekjet e tyre. Pagesat janë shumë të ulta, duke krahasuar me kostot e jetesës, dhe në qytete siç është Tirana, gjysma e pagës mujore të shkon për qiran e apartamentit. Dhe në këto situata të rinjt detyrohen ose të vazhdojnë jetesën e tyre me familjen, ose të mbështeten financarisht nga ata në mënyrë që të përballojnë kostot e jetesës, kushtet minimale që secili duhet të arrijë të plotësojë. Të pasur këtë mentalitet parasysh që ti jeton sot për nesër, në bazë të pagesës që ti merr, pastaj edhe vështirësitë edhe rëndesa bëhet më e madhe për këta të rinj, sepse ata përballen edhe me vështirësi në pasiguri, në vonesë për të arritur, për të marrë vendime të rëndësishme ose për të arritur për të krijuar autonominë e tyre, për t'ia dalë vetë në jetë dhe për të arritur për të marrë pavarësinë e shumë kërkuar dhe shumë të dëshiruar. Sipas Hajdarit, në vendin tonë mungojnë politikat rinore për të krijuar kushte më të favorshme jetese. Kemi shtetin i cili nuk bën përpjekjen për të krijuar politika publike të cilat ju vinë në ndihmës të këtyre të rinjve. Qoftë internshipe me pagesë që ata të arrijnë të krijojnë një përvojë që deri nesër të zënë një pozicion pune në profilin që ata janë investuar, qoftë mbështetje financiare, qoftë përgjysmim të kostove që ata mund të kenë. Dhe duke pasur parasysh këtë situatë dhe këtë aktualitet, nuk mund të themi që të rinjt nuk kanë ambicia ose ju mungon vullneti, por ju mungon mjedisi dhe kushtet në të cilat ata mund të investohen për të arritur këtë pavarësinë e tyre. Hajdari thekson se të rinjt shqiptar mendojnë shpesh për emigrimin si e vetmja mundësi për të ndërtuar të ardhmen e tyre, edhe pse sfidat e emigrimit janë të mëdha. Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Irani vjen të kundërpërgjigje duke sulmuar aleatët e SBA-s në gjirin Persik. Ngushtica kritike e Hormuzit mbetet e mbyllur në një kohë që aleatët e SBA-s refuzuan kërkesën e bërë nga Trump për ndihmë dhe për të rihapur rrugën ujore kritike për çmimet e energjisë. Irani nisi sulme të reja ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe të martën në lloj sulmeve akmarrëse ndaj aleatëve të SBA-s në gjirin Persik. Presidenti Trump tha se sulmet nuk ishin pritur, por burimet thanë se ishte paralajmëruar para konfliktit. Lufta SBA-Izrael kundër Iranit është në javën e tretë me të paktën 2000 të vdekur dhe pas një fund në horizont. Ngushtica kritike e Hormuzit mbetet kryesisht e mbyllur me aleatët e SBA-s që refuzojnë kërkesën e Trump për ndihmë për të rihapur në rrugë ujore kritike, duke rritur çmimet e energjisë duke pasur frikë nga inflacioni. Trump tha më herët të hënën se sulmet akmarrëse të Iranit kundër fshinjve të saj përfshir Katarin, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreinin dhe Kuvajtin ishin një surprizë. Ata, pra Irani, nuk duhet të sulmonin të gjitha këto vende të tjera të lindjes së mesme, tha ai. Askush nuk e priste këtë. Ne u tronditëm. Trump më parë akuzoi disa aleat perëndimor për mos mirënjohje, pasi disa vende refuzuan kërkesën e tij për të dërguar anije luftarake për të shoqëruar cisternat e naftës në Ngushticë. Një numër partnerësh amerikan përfshir Gjermaninë, Spanjën, Italinë, Japoninë dhe Australinë thanë se nuk kishin plane të menjëhershme për të dërguar anije për të ndihmuar në rihapjen e
rrugëve ujore strategjike, të cilën Irani e ka mbyllur në mënyrë efektive me dronë dhe mina detare. Na mungon mandati nga Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian ose NATO-ja i ka kërkuar sipas ligjit themelor, tha kancelari gjerman Friedrich Merz në Berlin, duke shtuar se Washingtoni dhe Izraeli nuk ishin konsultuar me Gjermaninë përpara se të nisnin luftën. Trump më parë kishte sugjeruar që Kina, e cila mbështetet në naftën bruto iraniane, duhet të ndihmojë në hapjen e ngushticës dhe nuk mund të vonojë një udhëtim të shumë pritur në Pekin në fund të muajit nëse nuk merr mbështetje. Të hënën Trump tha se po kërkonte të shtynte vizitën me një muaj ose më shumë, ndërsa fuqia e zjarrit e Shëbaz dhe Izraelit e ka shkatruar ushtrinë e Iranit, flota e saj e dronëve të lirë po vazhdon të shkaktojë kaos në rajon. Vendosja një ekuilibri në marrëdhënie tregtare është prioritet edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe për Kinën, por marrëveshjet po shtyen për shkak të luftës në Iran. Presidenti Trump njoftoi shtyrjen e takimit me udhëheqësin kinez planifikuar për në fund të këtij muaji. Kërkesa e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për të shtyrë samitin e planifikuar në Pekin me udhëheqësin kinez Xi Jinping zbe mundësitë për një bashkëpunim të mundshëm ekonomik mes dy vendeve. Lëvizja e Trump tregon se si konflikti i Iranit ka ndryshuar agjendën e tij të politikës së jashtme. Vonesa shtyri ndërtimin e marrëdhënieve dypalçe, pikërisht kur këto të dyja palë përfunduan bisedimet tregtare me rëndësi të lartë në Paris të hënën, duke hedhur themelet për udhëtimin e Trump në Pekin, fillimisht të planifikuar për në fund të muajit. Situata nuk është në rrezik dhe Pekin ende dëshiron të organizojë samitin për konfliktin Shëba-Iran dhe vendimi i gjykatës së lartë mbi politika tarifore i kanë komplikuar këto përpjekje, tha Zhao Mingao, një ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare nga Universiteti i Shangajit. Një burim i njohur me bisedimet e Parisit tha para ditës së dytë të takimeve se Kina tregoi hapje ndaj blerjeve të mundshme të mallrave bujqësore amerikane. Të dyja palët diskutuan gjithashtu rrjedhjen e mineraleve të rralla të tokës, të kontrolluara kryesisht nga Kina. Gazeta shtetërore China Daily i përshkroi negociatat në një editorial si konstruktiv. Zyrtar amerikan kanë dërguar mesazhe të përzierë në lidhje me arsyen e shtyrjes së takimit. Të dielën Trump i tha gazetës Financial Times se mund të shtyjë takimin nëse Kina nuk ndihmon në zhbllokimin e ngushticës së Hormuzit. Të hënën sekretari i thesarit i Shëbaz tha se Trump mund ta shtyjë udhëtimin për shkak të koordinimit të përpjekjeve të luftës, jo për shkak të kërkesës që Kina të ndihmojë në ruajtjen e ngushticës apo për shkak të ndonjë mosmarrëveshjeje tregtare. Megjithatë, pavarësisht vonesës, përparësia për të dyja palët është mbajtja e marrëdhënieve në një nivel të ekuilibruar dhe vazhdimi i planifikimit për një vizitë të suksesshme, than analistët. Kuba është zhytur në errësirë shkak i rënies së plot rrjetit kombëtar energjetik duke lënë pa furnizim 10 milion njerëz në ishull, është bllokada e naftës dhe imponuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rrjeti kombëtar elektrik i Kubës ra të hënën, tha operatori i rrjetit të vendit, duke lënë rreth 10 milion njerëz pa energji elektrike për shkak të një bllokade të naftës importuar nga SBA-ja që ka paralizuar sistemin tashmë të vjetëruar të gjenerimit të ishullit. Operatori i rrjetit UNE tha në media sociale se po heton shkaqjet e ndërprerjes së energjisë. E fundit një seri ndërprerjesh të përhapura që zgjasin me orë ose ditë dhe se kjo fundjavë shkaktoi një protestë rrallë të dhunshme në vend e drejtuar nga komunistët. Zyrtarët përjashtuan një defekt të madh në termocentralin, por ende nuk ishin përcaktuar shkakun rrënjësor të rënies të rrjetit, duke sugjeruar një problem me transmetimin. Zyrtarët thanë se kishin filluar rikthimin e energjisë me grupe të vogla qarqesh ose mikrosistemesh në të gjithë vendin, një hap i parë por i domosdoshëm në rikthimin e plot të rrjetit elektrik në punë. Shtetet e Bashkuara kanë ushtruar presion këtë vit mbi Kubën, një armik të hershëm që nga kapja e presidentit venezuelian Nicolas Maduro, bamirësi më rëndësishëm i huaj i Kubës në janar. Presidenti i SBA-s Donald Trump ndërpreu dërgesat e naftës venezueliane në Kubë dhe kërcënoi të vendosë tarifa për çdo vend që i shet naftë Kubës, duke mbytur rrjetin tashmë të vjetëruar të ishullit të Karajibeve. Kuba tha të premten se ka hyrë në bisedime me Shtetet e Bashkuara me shpresën e çaktivizimit të krizës. Trump ka thënë javët e fundit se Kuba është në prag të kolapsit dhe është e hetur të bëjë një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara. Gjithsesi, kubanezët janë mësuar me ndërprerjet e energjisë elektrike, qoftë lidhura me mungesat e furnizimit me naftë apo me dështimet sistematike në rrjet, të cilat mund të jenë gjithashtu rezultati i prodhimit të ulët të energjisë. Qeveria britanike ka miratuar një plan për 1 miliard pound për të hapur vende pune për të rinjt. Para do të shkojnë si grante për kompanit që janë të gatshme të punësojnë çdo praktikant të moshës 16 deri në 24 vjeç. Qeveria po ashtu ka vendosur të heqë dorë nga normat e pagave minimale për punëtorët e rinj nga 18 deri në 24 vjeç.
Britania do të investojë 1 miliard pound shtesë për të hapur vende pune për të rinj, tha qeveria. Kjo është pjesë e një përpjekje për të zvogëluar numrin e gati 1 milion të rinjve të moshës 16 deri në 24 vjeç, që nuk janë as në arsim, punësim apo trajnim. Papunësia e të rinjve në Britani ka arritur nivelin më të lartë në 10 vjet, sipas shifrave të publikuara muajin e kaluar, duke të kaluar vendet e tjera europiane dhe duke ngritur pyetje të vështira për Partinë Laburiste në pushtet lidhur me vendimin e saj për të rritur pagën minimale. Ministri i Punës dhe Pensioneve, Pat Mcfadden, njoftoi se 1 miliard pound do të investojë në grante për kompanitë që janë të gatshme të angazhojnë të rinj në vende pune më të subvencionuara. Masa që ai do të thotë se do të ndihmojë në krijimin e 200.000 vendeve të punës. Këto masa do t'u japin të rinjve mundësi që të ndryshojnë jetën dhe do ta përmbushin ndjeshëm rritjen që trashëguam tek ata që nuk janë arsim, punësim apo trajnim, tha Mcfadden në një deklaratë. Bizneset do të marrin një subvencion prej 3.000 poundësh nëse punësojnë dikë të moshës 18 deri 24 vjeç, i cili ka marrë përfitime pa punësie gjatë 6 muajve të fundit. Bizneset e vogla dhe të mesme do të marrin 2.000 pound për çdo praktikant të moshës 16 deri 24 vjeç. Skema ofron 25 orë në javë pune të subvencionuara për njerëzit që nuk kanë mundur të gjejnë punë për 18 muaj, do të zgjerohet për të përfshirë ata deri në 24 vjeç. Disa kompani thosë se kanë vështirësi të përballojnë punësimin e të rinjve, duke përmendur rritjen e pagës minimale, së bashku me një rritje të kontributeve të sigurimeve shoqërore të punëdhënësve dhe kosto të tjera. Disa punëdhënës ankojnë se legjislacioni i ri që u jepet më shumë të drejta punëtorëve do ta bëjë punësimin më të shtrenjtë. Qeveria është zotuar gjithashtu të heqë dorë nga normat e pagave minimale për punëtorët e moshës 18 deri në 20 vjeç. Kufizimi i numrit të popullsisë në 10 milion banor për qeverinë e Zvicrës përbën një kërcënim për ekonominë e vendit dhe bashkëpunimin me Bashkimin Evropian. Megjithatë, Partia Popullore Zviceriane e Krahut të Djathtë ka vendosur ta hetë në referendum këtë vendim më 14 qershor. Qeveria zvicerane i kërkoi elektoratit vendas që të refuzojnë një iniciativë që synon kufizimin e popullsisë së saj në 10 milion. Sipas qeverisë, ky kufizim do të rrezikojë bashkëpunimin me Bashkimin Evropian dhe do të dëmtojë ekonominë. Iniciativa e mbështetur nga Partia Popullore Zvicerane e Krahut të Djathtë do të hidhet në referendum më 14 qershor, në një kohë kur Zvicra po lëviz drejt thellimit të marrëdhënieve me BE-n në mënyrë që të mbrojë akses në treg me partnerin e saj kryesor tregtar. Sipas planit, popullsia rezidente e përhershme nuk duhet të kalojë 10 milion para vitit 2015 dhe Zvicra duhet të heqë dorë nga marrëveshja e saj për lirinë e lëvizjes me Bashkimin Evropian. Mbështetësit e saj thonë se imigracioni në Zvicër është shumë i lartë, duke shkaktuar mungesë banesash, qëra të tepërta dhe duke ushtruar presion të tepruar mbi infrastrukturën publike. SVP, partia më e madhe e Zvicrës, kundërshton integrimin më të ngushtë me BE-n, duke e parë atë si një kërcënim për sovranitetin zviceran dhe duke ngarkuar vendin me rregullore të tepërta. Popullsia tani është mbi 9 milion dhe Këshilli Federal Qeverisës tha se iniciativa kërcënon prosperitetin, sigurinë e brendshme dhe traditat humanitare të Zvicrës. Që nga viti 2024 shtetasit e huaj përbërin më shumë se 27% të popullsisë zvicerane, sipas të dhënave zyrtare. Ministri i Drejtësisë Bit Jens foli kundër iniciativës me përfaqësues të qeverisë kantonale, sindikatave dhe punëdhënësve, të cilët thanë se masa do dëmtonte tregun e punës dhe bashkë me të dhe kompanitë. Kjo gjithashtu do të pengonte bashkëpunimin për sigurinë dhe imigracionin me vendet e tjera europiane, tha qeveria, duke shtuar se në kohë të pasigurta kjo iniciativë krijon pasiguri shtesë. Mbështetja gjithnjë më shumë në agent të inteligjencës artificiale është kthyer në mod në Kinë. Së fundmi, edhe grupi Alibaba prezantoi një platformë të inteligjencës artificiale për ndërmarrje që synojnë automatizimin, duke thelluar konkurrencën në këtë treg të zhvilluar kinez. Grupi Alibaba prezantoi këtë të martë një platformë të inteligjencës artificiale për ndërmarrje që synojnë automatizimin, duke intensifikuar konkurrencën në tregun e agjentëve të inteligjencës artificiale në Kinë. Platforma e quajtur Wukong mund të koordinojë agjentë të shumë të inteligjencës artificiale për të ruajtur detyra komplekse biznesi, duke përfshirë redaktimin e dokumenteve, përditësimet e librave të shitjeve dhe blerjeve, transkriptimin e takimeve dhe kërkimin brenda një ndërfaqeje të vetme. Platforma aktualisht është e disponueshme për testim vetëm me ftesë. Prezantimi erdhi një ditë pasi Alibaba zbuloi riorganizimin e saj nën grupin e sapo krijuar të biznesit Alibaba Token Hub, duke sinjalizuar një shtytje në të gjithë kompaninë drejt agjentëve të inteligjencës artificiale të ndërmarrjeve. Wukong është produkti kryesor nga njësia e biznesit Wukong nën ATH. Përdoruesit mund të hyjnë në Wukong si një aplikacion të pavarur për desktop ose përmes DingTalk, platformës së bashkëpunimit të Alibabas, e cila u shërben më shumë se 20 milion përdoruesve të korporatave. Platforma do të lidhet me shërbime të tjera të mesazheve, duke përfshirë Slack,
Microsoft Teams dhe WeChat, sipas një njoftimi për shtyp. Ky veprim vjen në një kohë kur OpenCloud, një mjet agjendësh me burim të hapur për inteligjencën artificiale, ka pushtuar Kinën javët e fundit me përdorues që janë të etur të instalojnë dhe eksperimentojnë me produkte të agjendëve artificial. Kjo i ka shtyrë firma teknologjisë të bashkojnë këtij trendi, edhe pse autoritetet paralajmërojnë për rreziqe sigurie. Kompanitë përfshirë ByteDance, Tencent dhe startup inteligjencës artificiale Zhipu kanë lançuar gjithashtu oferta të ngjashme. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, ndajemi këtu për të ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.